Sapo kishte dalë nga burgu, shqiptari vret gruan dhe veten hedh shtëpi në erë me granat. Një 42 vjeçar shqiptar ka qelluar me armë gruan e tij, 38 vjeçare në Zvicër. Më pas ai ka vënë flakën shtëpisë dhe nga forcat zjarfikse është gjetur edhe vet i vdekur. Autori dyshuar Ramiz Berisha nga komuna e Malishevës kishte një të kaluar problematike me bashkëshorten e tij, madje gruaja kishte ngritur më parë pa di për dhunë në familje ndaj tij. 42 vjeçari sapo kishte dalë nga burgu pas një dënimi për shkak të kësaj akuze, vetëm pak kohë para se të kryej krimi tragjik. Çifti Berisha kishin 4 fëmijë të mitur dhe jetonin në fshatin e Pagnit të Zvicrës. Gjatë incidentit, krahas armës së zjarrit, dyshohet se autori ka përdorur dhe një granat. Ky detaj rri dyshimet se ngjarja ka qenë e mirë planifikuar dhe e përgatitur paraprakisht. Zjarri që shkatroi shtëpinë ku u gjetën trupat e viktimave ishte ndezur qëllimisht nga vetë autori dyshuar Ramiz Berisha pas aktit të vrasjes së bashkëshortes. Fatmirësisht 4 fëmijë të mitur nuk kanë qenë aty kur ka ndodhur ngjarja e rëndë.